Jemi rikthyer drejt për së drejti, kam në studio gazetarin, analistin dhe drejtuesin e emisionit ADN në televizionin publik shqiptar, profesorin Ilir Yzeiri. Profesor Yzeiri, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Profesor, ta nisim nga 21 janari. Për herë të parë, Berisha është thirrur nga drejtësia. Do të jetë në SPAK ditën e premte për 21 janarin. Kjo është në vend që të ishte një ngjarje që do të rriqte vëmendjen, për mendimin tim është një gjë e turpshme, sepse kësaj prokurorie që merr dhe arreston me letra anonime, siç bëri me Erion Veliajn, kryetarin, njeriu më të votuar në Shqipëri, meqense jemi tek zgjedhjet lokale, pra me 160.000 vota, ka 14 vjet dhe tani, siç thoshte me robazën editorialin e tij, i doli frika për ta thëritur Sali Berishën. Për çfarë e bën këtë sot? Sepse e bën për shkak se gjykata e Strasburgut e ktheu dhe gjykata e lartë e detyroi SPAK-un që të hapë hetimet. Nuk kam asnjë shpresë që kjo ngjarje do të zbardhet nga kjo trup e SPAK-ut, e cila deri tani mjafton të shikoni gjyqin që po bëhet për Gërdecin. Është bërë një spektakël i neveritshëm. Shkon Fatmir Mediu, tërhiqet. Unë nuk e di se çfarë ndodh. Apo ju pyes unë juve si gazetar, meqense jeni më pranë, çfarë bëhet me gjyqin e Gërdecit? Po vazhdojnë seancat, është seanca e radhës. Po çfarë gjyqi, çfarë provash? Pse media nuk ushqehet nga SPAK-u me provat që ka në dorë për Gërdecin, siç bën fjala vjen me këtë legjendat urbane të zonjës Balluku për shembull, apo të Erion Veliajt që fryen mediat, i bëhet gjyqi popullor. Këtu do të bëj një pyetje tjetër, pse SPAK ngurron të tregoj, ka prova të reja, i ka të sigurta provat, dhe t'ua jap në mënyrë ilegale, siç bën me të tjerët, siç ka bërë me Erion Veliajn, siç ka bërë me Ilir Metën, siç ka bërë me Belinda Ballukun, siç ka bërë me të tjerët. Ke parë këto ditë që qarkulloj në media, te këto portalet që thonë, siç më ka thënë një prokuror apo këta gazetarët që thonë. Janë ndryshe dosjet, ndryshe këto gjërat e tjera. Është e njëjta dosje, është e njëjta çështje. Po çështjen Gërdeci, me sa di unë, po merren në pyetje për post procesit që shkon Po çfarë kanë të re ata se Gërdeci ka sa ka që ka ndodhur Gërdeci? Çfarë ka të re prokuroria? Çfarë ka të re? Pse nuk e tregon çfarë ka të re? Ai ka marrë parasysh këto provat e reja që kanë dalë apo çfarë po bën? Po deri dje thonim kemi drejtësi të kapur. Sot që kemi SPAK-un dhe SPAK-u ka marrë në dorë 21 janarin për shembull. Po çka ka marrë në dorë 21 janarin? Ja dhan se s'donte ta merrte, ja dhan me forcë, ja dha e detyroi gjykata e lartë. Ky është për mendimin tim është një show i shëmtuar që bën SPAK dhe unë nuk kam fare pritshmëri që SPAK mund ta zbardhë 21 janar. Çfarë ka për tu zbardhur aty? Akuzat janë të qarta. Kryeministria ka fshirë serverat, deklaratat e Berishës që po do të qellojmë, në çfarë vendi të botës ka ndodhur kjo? Ndodh që të qellohet nga kryeministria mbi protestuesit, të kalojnë 11 vjet dhe prokuroria me zor thot i kemi çuar një thirrje, po nuk i ka shkuar. Tash i kemi çuar thirrjen e dytë. Kjo është një përpjekje për mendimin tim e turpshme e SPAK-ut për të hedhur, për të na bindur ne që ja filloi të merret me çështjen më të rëndë që ka tranzicioni shqiptar. Pas rënies së skemave piramidale, pas krimit të tmerrshëm mbi shqiptarët ku u vran mbi 2000 vet, Gërdeci dhe 11 janari, 21 janari janë prapë ngjarjet më tragjike. SPAK tash ti kujtohet të thotë për 21 janarin për shembull janë marrë Pyetër Justin Burgaj apo mos gaboj Gjergj Lezhja apo pra nuk u hetua siç duhet, nuk u hetua Gardës, Lulzim Basha dhe për parë Sali Berisha, mund të merren dhe të tjerë. Jo, më fal, çfarë ka rezultuar? Domethënë, unë dua të di këtë gjë dhe populli dhe opinioni dhe të gjithë duan të dinë pse u vran 4 protestues, kush dha urdhër që të vrihen, në cilin vend të botës përveçse në Tiananmen. Në Tiananmen, në vitin 1989, në mos gaboj, policia e Tiananmenit shtiu dhe të thuhet që kanë vrarë, e mbajtën sekret, ka vrarë me mijëra të rinj. Vetëm atje dhe në Shqipëri, edhe Sarkozy më kujtohet. Në atë moment Sarkozy ka qenë presidenti i Francës dhe në një tubim në Bashkimin Evropian, një nga gazetarët e pyeti në Shqipëri ka ndodhur kjo. S'është e vërtetë. Ka qelluar mbi protestuesit në një vend demokratik dhe ne kemi thua 14 vjet, tash 14 vjet e ka thritur dhe ai thotë jo s'm ka rrethesa akoma. Ky është një spektakël banal që bën SPAK-u dhe ti je i sigurt që ajo ngjarje jo vetëm që nuk do të hetohet siç duhet, po e vërteta nuk ka për të dalë kurrë. Dhe ajo ngjarje do të mbulohet. Do të shikojmë prap spektakle të tilla si këto që bëhen tash me Belinda Ballukun apo budallallëqe të tjera, kupton? Dhe drejtësi për fat keq në këtë vend, siç vinte re edhe raporti i Bashkimit Evropian për SPAK-un që thoshte deri tani nuk kemi parë çështje të përfunduara. S'kemi parë çështje për çështje që janë në hetim, disa po shkojnë në gjykim. 6 vjet, si për Alqi Bllokun për shembull. Alqi Bllakun. Bllakun.
U deshën 2 vjet për të thënë që pas ka bërë dhe këtë dhe doli të shti nga burgu. E futu në burg e morën, apo Lefter Koka që është harruar atje. Ka 4 vjet për një çështje prit kur të vijë ajo e Fierit. Për një çështje është gjykuar. Tash i presim kur të vijë ajo e Fierit dhe rrin e mbajnë në burg. Pyetje të drejtë për drejtë. A është 21 janari dhe Gërdeci prova e vërtet e SPAK-ut që është le të themi për punën në rast se arrin të zbardh pikërisht këto dy që ju cilësuat si ngjarjet më të rënda të tranzicionit? Të gjithë shqiptarët, pjesa më e shëndoshë opinionit publik, u rrjeshtua krahas Partisë Socialiste dhe amerikanëve dhe europianëve, kur ata vendosën që të shkatrojnë sistemin e vjetër dhe të ndërtojnë një sistem të ri, pikërisht për të marrë një përgjigje për ato çështje që nuk po hetoheshin. Pra, për ato çështje të mëdha që kanë tronditur tranzicionin shqiptar, që janë Gërdeci dhe 21 janari. Kjo ishte shpresa që kishin gjithë shqiptarët. Befas shumë shpejt u gjendën në një realitet qesharak. SPAK-u filloi të merreshe të godiste vetëm qeverinë, sepse me moton që s'ka të paprekshëm filloi të godiste ministra dhe arkitektin e së keqes në Shqipëri të këtyre 30 vjetëve, Sali Berisha nuk kishte frikë. Kishte frikë t'i afroheshe. Kishte frikë t'i afroheshe, siç ka frikë edhe sot. Edhe sot, ai ka frikë 14 vjetë. Vetëm pasi e detyroi gjykata e Strasburgut, e cila ja referoi çështjen gjykatës lartë, ajo detyroi SPAK-un që SPAK-u atëherë nuk e pranonte, thoshte ta marr prokuroria e Tiranës, kishte frikë të merresh me këtë çështje. Pse? Sepse ata prokurorë të SPAK-ut, ajo trup dhe Altin Dumani në krye të tyre janë, për mendimin tim, janë të friksuar, të frustruar dhe janë të përzjerë, mendoj unë, mendërisht me çështje që e tejkalojnë kompetencën juridike. Ata e shikojnë akoma si një gogol Partinë Demokratike dhe Sali Berishën dhe druhet të cilën... Berisha është tani në SPAK, tani është dhe për dosjen Partizani, tani do t'irret edhe për 21 janarin. Çfarë është? Po për dosjen Partizani, është në gjykim. Është i lirë, është në gjykim, është i lirë dhe nuk ka filluar akoma. Ti e di që s'ka filluar akoma jo. Ajo çështje s'ka filluar akoma. Po të them që kemi 2 standarde, ke marrë ish presidentin e Republikës nga rruga, me dhunë si t'ishe një shtent jutë i lirë, me dhe ke plasur atje, dhe nuk po i bën, edhe sot e kësa ditë po kalon viti, dhe prap po mbajt seanca gjyqësore që të kaloj çështja për gjykim, apo mos kaloj. Ke marrë kryetarin e Bashkisë Njeriut më të votuar të Tiranës, me një letër anonime nga Nesti Angoni, e dish do me thënë kjo apo jo, e merre plas atje në burg, gjykata kushtetuese thotë që jo është kryetari i Bashkisë, ai duhet të kishte dalë më njëherë, dhe ti edhe atë nuk po e çon dot në gjyq, dhe ndërkaq bën spektakle me Sali Berishën që shkon bën shëtitje nga Shqupi në SPAK del që andej dhe thot i thash Irena Gjokës, përse kjo është drejtësia. A e pesë që ndodhi në Francë me Sarkozy. Që do të thot sistem drejtësie hierark, 5 vjet hetim. Në rregull, 5 vjet hetim, e la të lirë, po në një sistem, në një vend demokratik. Sarkozy nuk mblidhte dhe nuk lejonte që të shpërdorohej besimit tek drejtësia duke bërë spektakle si që bën Sali Berisha këtu tek ne. Dhe pastaj, për herë të parë në historinë e Francës, e çoi në bankën e të akuzuarve, ka sistem tjetër pastaj që e nxori. Kjo është drejtësia që duam ne, më kupton, drejtësia që duam ne, që të hetoj me pa anshmëri dhe me profesionalizëm. Jo tash ti bën spektakle në emër të asaj për të shitur mend të huajve që këtu s'ka të paprekshëm, se ne i marrim i fusim burg edhe pa pyetur njëri fare. Dhe ndërkaq nga ana tjetër, arkitektët e skeqes, ata që e kanë pjellë, me sa duket tash po del që pjesa më e madhe e këtyre organizmave të reja, ata që janë atë prokurorët që janë aty brenda, siç është ky Olsi Dado që është promovuar nga kjo e famshmja prokuroria nga Ina Rama, janë me sa duket të krahut aty. Kemi krijuar një gjykatë politike. Pak e vështirë kjo, Berisha me 21 janar e mbani mend që ka thënë Ina Ramës. Po, dhe Ina Rama e ka promovuar këtë Dadon, pa punuar një ditë prokuror. Nga notere e mori e bëri prokuror, e çoi në SPAK. Më kupton? Dhe ky njeri tash i bën këto spektakle dhe këta të tjerë tash na hiqen na tregojnë ne, duan të na thonë që edhe ju, për 21 janarit i kemi çuar një ftesë, mezi ne nuk e dim fare se për çfarë do ta pyesin Sali Berishën. Po të ishte ndryshe, do të vlonin sot portalet, më kupton? Ja provat e reja që janë gjetur. Ka shumë që thonë që Amerika ka sjellë prova të reti. A është e vërtetë që ka sjellë vërtet? Po dhe mund të ketë sjellë. Po pse nuk e thonë këtë gjë? Po ti ishte në rastin e Belinda. Po për çfarë po hetohet? Po për 21 janarin do merret si person që ka dieni ose do pyetet. Si person që ka dieni, po të them për standardin që përdor SPAK-u, për aty ku do, edhe thashë themet për Belinda Ballukun, ai prokurori dhe telefonat që ka bërë, ja ka dhënë gjithë medias. Pse në rastin e Sali Berishës apo të Fatmir Mediut nuk
nuk ndodh kjo rrjedhje informacionit të themi në thojsa, sepse është një tallje që bën spaku me çështjet më sensitive që ka ky vend, që janë Gërdeci dhe 21 janar. Yzeiri, si pat zgjedhjet e pjesshme lokale? Atipike ishin. Zgjedhje që në vend që populli të zgjedhë pushtetin, pushteti zgjedh popull. Unë edhe në një komentimin që e botoj edhe shqiptarja.com, me keqardhje kam vënë re, kam konstatuar që zgjedhjet në Shqipëri nuk janë më pjesë e demokracisë, pra nuk shërbejnë më për të ndërruar qeverinë, nuk shërbejnë më për të mbajtur në këmbë sistemin e demokracisë. Zgjedhjet në Shqipëri, që në momenti që në vitin e largët 1994, pasi projekt kushtetuta që u hodh atëherë për diskutim, do më thënë nuk e fitoi Partia Demokratike, dhe pas zgjedhjeve të vitit 1996, kur Partia Demokratike i manipuloi ato në mënyrë katastrofike, që nga ajo kohë dhe deri sot zgjedhjet nuk janë parë si mekanizëm i delegimit të pushtetit nga populli drejt qeverisë, drejt atyre që do të na qeverisin, por ja parë si një mekanizëm për të ruajtur ose për të mbajtur pushtetin dhe për të fshehur pas pushtetit. Ne kemi shpikur, edhe sot e kësaj dite, ne duam të bëjmë reformën zgjedhore. Kemi 30 vjet që nuk gjejmë dot një sistem të tillë që të jetë i besueshëm për të gjithë. Kjo ka bërë pastaj, kjo ka ardhur edhe për një arsye tjetër. Ne jemi vend i vogël, nuk arrim dot që të prodhojmë ide siç prodhojmë vendet e mëdha. Ne kemi mbetur peng të dypartitizmit, të asaj forme që u krijua pas rënies komunizmit, ku Partia e Punës u reformua dhe solli Partinë Socialiste. Fryma ose antikomunistët e mbledhur pas Partisë Demokratike, ku përfshiheshin një gamë gjëra, ata që si thua, kishin jetuar në socializëm, por ishin zhgënjur prej tij për ndjekurit politik e gjithë të tjerët, u mblodhën pas një partie e cila u rrëmbye nga ish komunisti Sali Berisha dhe sot është katandisur, ka 30 vjet është katandisur në një çet që nuk ka të bëjë fare me opozitën, ndërkaq populli opozitar që është i shumtë në numër është krejtësisht i papërfaqësuar. Për fat keq partitë e reja që krijohen dalin si ato kërpull. Jo, dalin si ato formacionet kështu ilegale që i nxjerr e njëjta guzhin që është Sali Berisha, se gjë e parë që bëjnë rrjeshtohen me Sali Berishën, por fatkeqësia është kjo tjetra që edhe elitat e shquara, themi kështu, ose elitat që kanë një vend në jetën publike shqiptare, që e heqin veten si antikomuniste apo antisocialiste, edhe ato fshihen pas Sali Berishës, pra mbajnë akoma si idhull të së djatës, themi kështu, ish komunistin agresiv Sali Berisha. Pse nuk u fut PD-ja në këto zgjedhje të pjesshme? Po PD-ja nuk ekziston, i dashur. Nuk ka më PD. PD-ja nuk ekziston. Poshtë në bazë. PD-ja, ti e shikon, mjaft të shikosh atë që ndodhin në Vlorë. PD-ja, kryetari i PD-s në Mosgaboj, I Këshillit Bashkiak që ishte i PD-s, doli më vete. Nuk ekziston, nuk ka struktura më. PD-ja ka vetëm disa të deleguar nga qendra, që shkojnë atje për të organizuar Partinë Demokratike dhe për të organizuar që të votojnë në zgjedhjet e përgjithshme, që të votojnë për deputet këta të deleguarit që janë lista të sigurta. Dhe pastaj nuk ekziston më. Domethënë gjithë lufta bëhet, siç thoshte Myslim Murrizi me të drejtë, për të mbajtur 30 apo 35 deputet këtu në Tiranë të punësuar, të cilët nuk kanë për qëllim të organizojnë Partinë Demokratike dhe të hapen. Bënte një analizë shumë interesante Slavoj Žižek, ky filozofi sloven sot, për rastin Mamdani në Amerikë. Po, në Amerikë. Dhe ai thoshte që ajo që ndodhi ishte kjo që Mamdani kishte dy rrugë, ose të krijonte informacion të ri politik, të majtën me fjalë socialdemokrate me Bërnësit, ose të rinte brenda Partisë Demokratike. Dhe ai preferoi të rinte brenda Partisë Demokratike, po mori krahun radikal të Partisë Demokratike dhe ndeti brenda saj dhe atë krah që s'ekzistonte, po. Ndeti brenda Partisë Demokratike, mori dhe ata edhe votat e Partisë Demokratike dhe u kundërvu Trumpit. Tashti, pra mund ta mendoni ju që të dalë një figurë e re, po që të dalë një figurë e re duhet që të ikë Sali Berisha, kupton, duhet të mandatohet një figurë e re, duhet të ikë Sali Berisha. Po iku Sali Berisha një herë, erdhi Lulzim Basha, prap nuk fitoi. Jo, Lulzim Basha ishte gati për të fituar. Ja, kemi bërë një herë atë analizë këtu. Lulzim Basha mori 680 nuk e sa mi vota. Dhe e humbi vetëm për shkak të aleancës gabuar që bëri me LSI në Berat, që se të kujtohet ty, që humbi 70.000 vota. Më kupton? E humbi për atë lojën që bëhet lojën e koalicionëve, nuk diti që ta llogarisë mirë. Pastaj
ishte kulmi që arriti, po të kishte vazhduar me atë frym, Partia Demokratike, po të kishte vazhduar me atë frym, që 680.000 vota nuk ishin pak. Mirë, po pas asaj, Partia Demokratike o katandis me 400.000, ikën 200.000 me njëherë. Pra në vend që të ngrihej, ajo kthye prapë sepse Partinë Demokratike e rrëmbeu Sali Berisha për interesat e tij dhe sot kemi këtë gjendje të opozitarizmit, të popullit opozitar në Shqipëri që është i papërfaqësuar. Berisha u shpreh 2 ditë më parë, do krijojmë, tha, përpara kryeministrisë, do nisim fjalime dhe protesta. Po kjo është një gjë e njohur, e pastaj ja, do i nisin ato dhe pastaj çfarë? Do bllokohet trafiku vetëm ky. Do ta vuajnë ata që shkojnë në punë në mëngjes do duhet i bien nga një drejtim tjetër dhe asgjë. Do rinë 2-3 muaj apo sa duan ata. Do rinë ditën do bëjnë sikur vuajnë për bukë, natën do ju çojnë këta militantët për të ngrënë për të pirë. Një spektakël banal që kemi parë 500 herë. Çfarë është kjo? Ku ndodh kjo, në cilin vend të botës ndodh kjo që opozita ngujohet, opozita, një pjesë aty ngujohet para kryemit, në cilin vend të botës? Në çdo vend të botës kur ka shikos ndodh në Serbi. Ata që protestojnë, protesta është atribut i atyre që ndjejnë padrejtësitë dhe që janë njerëzit që s'kan pushtet. Ti pushtetin e ke atje në parlament, mund ta kam dhënë pushtetin që ta ushtrosh aty. Shikoni se çfarë ndodh sot. Bëhet mblidhet komisioni për reformën territoriale. Po, nuk mori pjesë. Është komisioni më i rëndësishëm, opozita s'merr pjesë. Po për çfarë ti kam dhënë ato votë aty? Ti duhet shkosh atje, të shikosh se çfarë bëhet, të thuash, të denoncosh dhe ta paralajmërosh të popull. Shiko, unë e thash këtë gjë, por nuk më dëgjuan. Ti thon, kështu ka bërë me të gjitha komisionet e rëndësishme të jetës demokratike në vend. Nuk ekziston më Partia Demokratike, kupton. Tash është një çetë e cila ka mbledhur rreth vetes disa milionerë të ikur nga struktura të ndryshme, janë mbledhur atje për të ruajtur privilegjet e tyre dhe nuk ka asnjë lidhje fare me popullin opozitar në Shqipëri. Profesor Yzeri, të falenderoj shumë për këtë analizë, si gjithmonë kënaqësi të jemi së bashku. Faleminderit edhe ju. Ishim me drejtuesin e emisionit ADN në radio televizionin publik me gazetarin Ilir Yzeiri. Shkojmë në selinë e Partisë Demokratike, mbledhja me kryetarët e degëve të zotit Berisha.